Javën e kaluar, më shumë se 1000 pastor ungjillor amerikan dhe influencues të krishterë zbarkuan në Izrael në atë që organizatorët e quajtën një pelegrinazh historik, delegacionin më të madh të këtij lloji që nga themelimi i shtetit. E organizuar nga nisma Friends of Zion dhe i bekuar nga Ministria e Jashtme e Izraelit. Misioni u prit me ceremoni presidenciale nga presidenti Isaac Herzog. Në realitet, ishte një kryqëzatë politike e mbështjellë me gjuhën e zbulesës, shkruan Sumaya Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Në këtë ngjarje, ambasadori i SHBA-s në Izrael, Mike Huckabee, i nxitit pranishmit të ktheheshin në shtëpi me zjarrin e Zotit që u digjet në eshtra, që të jenë pro-Biblës dhe rrjedhimisht pro-Izraelit. Mesazhi ishte i pagabueshëm. Izraeli paraqitet si mishërimi i së vërtetës biblike. Armiku i saj është Islami radikal. Konflikti paraqitet si një duel kozmik mes virtytit judeo-kristian dhe errësirës muslimane, shkruan Ganushi. Ky është një skenar i përsëritur prej kohësh nga Netanyahu dhe aleatët e tij, i përcjellur me besnikëri nga sionistët e krishterë që imagjinojnë veten si mbrojtës të një toke të shenjtë të rrethuar. Megjithatë, në këtë siguri teatrale fshihet një zhdukje tronditëse, thot Ganushi, e cila shton se i gjithë spektakli mbështetet mbi një mashtrim, se historia e Palestinës është një përballje binare mes hebrejve dhe muslimanëve dhe se të krishterët nga besimi, identiteti dhe historia i përkasin natyrshëm anës së Izraelit.